Edhe pse gjatë 24 orëve të fundit modi ka shënuar një përmirësim të lehtë, rreshtet e pakta të shiut nuk kanë munguar dhe janë shoqëruar me disa problematika në terren. Në disa fshatra të njësive administrative Topojan, Shishtadhesa, Zapotë, Bica, Ujmisht, si edhe në një pjesë të qytetit të Kusit, është shënuar ndërprerje e furnizimit me energji elektrike. Sipas njoftimit të OSHE-s, në lagjen numër 6 ka pasur mungesë të përkohshme të energjisë për shkak të një defekti në një segment kabllor ku është ndërhyrë për zvendësimin dhe rikthimin e furnizimit normal. Ndërkohë, Komisioni i Mbrojtjes së Civile pranë prefekturës Kukës ka bërë të ditur se të gjitha akset rrugore nacionale janë të çarkullueshme normalisht. Nga bashkitë Kukës, Tropoj dhe Hasë nuk janë raportuar deri tani problematika emergjente. Furnizimi me ujë të pishëm vijon sipas orarëve të përcaktuar nga Drejtoria Rajonale e Ujësisë Kanalizimeve Kukës. Sipas parashikimeve meteorologjike, në orët në vijim pritet që situata mund të stabilizohet gradualisht me temperatura që do të rriten lehtë dhe me intervale më të gjata kthjellimesh. Autoritetet vendore mbeten në gatishmëri për çdo zhvillim të mundshëm, ndërsa strukturat e OSHE-s dhe të ujësjelësit po monitorojnë nga afër zonat më problematike për të garantuar furnizim të qëndrueshëm me energji dhe ujë të pishëm. Në terren, banorët shprehin se ndërprerjet e parasyeshme të energjisë janë kthyer në një shqetësim të përsëritur gjatë stinës së vjeshtës dhe dimrit, megjithatë shpresojnë që me ndërhyrjet e fundit situata të normalizohet përfundimisht.